nuk ka linde dhe pse është bërë mëngjes. Drejtën e hom me rena, hajnë tjetë e ungina. Shumë isha se si djerësite mra unë vetë ungrina. Unë veç e lypi punën e puna sot më ik mu, pak malqojnë mjekë rrëdhe pse mu. Odhin pampurat mojnan, bregu deti. Dili shini mojnana, s'gjerte mbreti. Aman dili shini mojnana, s'gjerte qa ishin ojnan, disa kno ishin. Nga një letër ojnan vi lajte qojshin. Ama nga një letër ojnan vi lajte qojshin. Nga një letër ojnane qojnë vilajte. Për 7 vjetë mojnanet na presin grate. Aman për 7 vjetë mojnan na presin grate. Qin mojnan, për 7 vjete. Leti marin ojnan, burat pleqe. Aman leti marin ojnan, burat pleqe.
që kjo, ku të himë safiri, para të të shpis. Mirë mbroma. Mirë se erdhe. Një doa të kitje për... Vishë ku se për vërosh, vlov jam. Një doa të kitje për drita muslim që na vjen nga Shkupi, sonte. E komonovë se martu më në Shkup. Apo? Po. Një pauzë shkur të ke po drita? Po, është e vërtet. Pse ke po pauzë në Shkup? Tregoj na publiku se na ke mungu pak? Po, është e vërtet, ka mungu pak, shkakuj se kam një vajzë të vogël. Hajde për hajt. Ju falenderoj. Ato vajzat të vogël lindin, ato sonë ose atë s'lindin. Sigurisht që e vogël lindin. Inshallah keni me jetë gjatë. Falenderit. E thojmë na ka Kosova me na fak. Çaj me rëndësi. Drita, ç'është po ndihesh sondën e prallë më të panë? Shumë mirë. Shumë mirë. Më spori ju falenderoj për ftesën që ma keni bërë. Faleminderit juve që na Përshëndes keni krejt ardhur. stafin tuaj. Faleminderit. Përshëndes edhe Avni Gjenevën që insistoj që t'jem unë sonte këto. Faleminderit shumë. Po, gjithashtu e përshëndes edhe publikun e mrekullueshëm që janë sonte sonte këto. Profesori Elmin mos më mërzit. Drita, pas kësaj pauzës, sigurisht me arsye të madhe, me lindjen e vajzës, ju ke rikthy prap këngës edhe punës tonë që e bën prej shumë viteve dhe e bën vazhdimsi. A po të vështirë më rikthy tash? Ta them drejtën, unë edhe pse ka mungun me diume. Ka shtëpia ke këndu? Jo, ndosma, jo, në mbrëmje, ka ndodhur që kom pas në mbrëmje ndërkohë, edhe dosma, bankete, po me diume pak kam mungu, shkaku që në atë kohë që u dashke koha e xhirimeve, unë kisha disa probleme, edhe për atë punë nuk munda që të bëj. Tash për deri sa je këtu në emision, a i kime atë vajza? Sigurisht që po. A ka hangër, a ka pi? Sigurisht që po. A pe rënë gati ma shumë ti, a burri? Të ditë ka pak, po ma shumën. A po ndimon? Po, pa tjetër. E kini burë mirë, po. I përkrym që besoj që nuk të... Pa tjetër që më dimon edhe burë. Nuk të lenë me punën e dhe kujdesin ndaj vajzës. Ta të drejtën, ndonjëherë më vjen notë se unë ma shumë përkushtohem për vajzën, po vajza prap, kur e shef babin e vetë, bën ma shumë mas bobit se mas mi, po. Ani, vajza bën mas bobit, a bobi bën mas teje. E sigurisht. Dhe nëj projekt 3, ta në ke fillu? Po, sigurisht që po. Jam përgatitje cipërme. Jemi të bu me Ramanin. Raman, përshëndetje, sintistin. Sintistin e njërë, pash. Ramanin? Një muzikant shumë i mirë, faleminderojës që ka punu kogja... Gjithashtu dhe ne falenderoj për Ramanin. Kogja shumë për mu dhe kemi bashkëpunim gjatë me Ramanin. Ku zjallë, Raman, gjokë më stanin. Bravo. Të ke zaj pak? Të ke në halë? Jemi vetë përgadit diçka këngë për sezon, këngë dasmav. Gjithashtu jam edhe me virusin, jam të punu një këngë. Shumë mirë. Kur pret me lëshu atë këngën që e punën me virusin? Po ta shofim kur dhe ta krynë, se ndërkohë veç është të kry, edhe Ramoni ndërkohë është të punu, kështu që ta shofim kush ka po del ma mirë, edhe pa tjetër që dhe të punoj diçka. Dhe i virus Ramonit. Drita, ne nuk dhe me të munu shumë me fjallë, falenderoj shumë, që sonë dhe ke arë në programën të panë. Shpesojmë që edhe hera tjera mos më në haru dhe me qenë pjesë e vazhdueshme e emisioneve tona në vazhdimsi. Falenderoj shumë. Unë du me shku me pak marketing dhe më rikthy me një herë, e ty ta venin atje të muzikanti ju i Ramoni, që të vazhdojmë pak me këngë dhe me atmosferë të bukur në programën të panë. Marketing edhe shihemi pas 2 minuta. Jemi rikëthy në programën të panë për t'i falendëruar live ata që na përklojnë ftesën në çdo javë që kemi emisionin tonë argëtues programën të panë. Vazhdojmë me më të madhin vend, Kolegji Fama në Prishtinë, Gjilan, Prizren dhe në Mitrovicën e Kosovës. Shkoj me prodhime vendore ujë grand, me gaz dhe pa gaz, më i miri në shqiptari. E pifshi Kutja tona. Dino Kompani me ceramika, beton dhe shitjen e banesave në Prishtinë dhe Fushkosovë dhe Lipjan. Dino. Shko puna morë. Mondial Park, ata që martohen fejohen dhe sënetit i bojnë në Mondial Park, në Slatin. Ceni Kompani, cili qenë, qaj që ndërton banesa në Gjilan më të mira, Ceni
vazhdoja një 2 kas pej me e ki. Ata që na bojnë bukur, VIP Tirana në Ulpian Prishtinës, e cila ka filluar me kurse për parukeri, për më bëtë bukur, aty e keni adresën. VIP Tirana dhe certifikoni me certifikat italiane të bukurisë, pra estetikës. VIP, më puq! Shkoj me ata që na i bon fotografia çdo javë që ju ishini Urban Rekord. Driton Blicin për të lëshoj. Faleminderit Toni. E ne vazhdojmë me dinëm pra jashtë njerë se jam në zonë. Vazhdojmë me emisionin. O, ka ta që më rëviva! Mërë mërëma! Këjdoj. Që ka bënë, që ka këllën? Hajtë më rekesh që pak, se si marrë me zarën e këtu, a dojnë Se për mbjem për çdo javë, dil! Që për njëmi sheptare një herë, kënej, fot, hajde bre, hajde del, hajde në bërë. Po ti me të posë gruz dhe javë së në bajë për qik. E që më remë së mlatë që ju marrë këtu me misione, me sene. O doj, dil për jashtë se për me jam zonë? Balon s'po më një. Luzë, o doj, dil jashtë. Balon nuk po dolna. Seriosisht e ka, edhe ma kiti shpirtin me që ta tu deli për jashtë, këta po më dojnë mu, këta po më firën, unë po vija po. Po, për shka jo orë sonte? E doj sonte ka ardhur këtu në cilësinë e mësafirit. Ti mësafir. Qish po mu kesh ka me konë mësafir t'i ka? Për me? Po vëllon. Hajde dirrim të shpija mas dorë, ke jo këtu, s'ki nevoj. Që të po du me ardhën e me ka dzukit njëra që unë jam dekushe. E për shka jo sonte, hajde Dragana? Sonte jam marrë me ka dzukit njërave që unë e kom qelë në biznis. Ti ke qelë biznis? Po, kom qelë, për me qelë, po, në Kosovë. Për Gjermanisë, ja, me qelë biznis në Kosovë. Normal, du të me investu në venin ta. Niks, normal, në doj, ti je, budov. Bizova, zdoj Ja, bizova, për fa bizuj pas familjen. Dhe e mos bajgore. E që ish bëdol me investu në Kosovë? Ti je budol, po dhe me investu. One? Po, ja. E mire kiti se, unë jam bëdol që i vi këtë mja urit juve ekonominë e këtë senet, mire kiti. Qa ki ha biznis, që kam se interesant bash? E kum hap dhe një biznis me 3 euro. Me ha biznisin Kosovë ishte shumë i letë. Që me 3 euro. Amo me majt ish katastrofa. Naj, niks vësen të jo doj, as në komarancë mund shkon, po jes me shkoj për shpijet dil tre. Pa zote, na. Dil bedoj. Qish nuk shkon këmburan me 3 euro, shkon e remir. E unë kom qelë biznis, kom shku të një market, kom ble lëpirse. Qa ki ble? Lëpirse. Po shka ki ble, të jep doja pa pora, që ju shilpirse? Që budala, Kem më bëmë. shqit më ne. A me E kom shqit? ble, o doj sa lujet e lëpirsa veshin. Ka shumë loje, është të vërtet. Shumë luje kish doj, seriosisht. E qysh, hajtë se bashkë të më intereson. A vëshë? Po më intereson, që O, se... të intereson. Nuk ka shumë menja, se këj popull është lëpirs. Shumë popull lëpirs, dhe kanë qef lëpirs, unë kom ha biznisin. Edhe dola aty doj, fash, shkoj të zgjeli do lëpirse. Kishtu lëpirse, ishin pak si ma qota, kështu i thishin edhe pak si ma të këthyme. Se më falë. Balon që si jo. Me se më falë në emision, se në pajzit myta. Të myta. doj. Nisë të normalë, nisë të zemësion dhe kamerë. Naj, nisoj edhe Bite, Naj! Kafshaj. Pasha zotin që sishin. Lëpirse kështë të gotë të Ma këthyme. zoho! A ko që si lëpirse? Mos e mba me gjesë të doj. Me ngjyra, me bardhë dhe me kuq ishin, që si po valon. Barëzi janë qysh. Qa bardhë që? Bardhë dhe kuq në kun. Kisha si lepirse tjera ju në kun, si të petenat. Qështu? Qitu, poshtë, mo bë doj, mo bë... Valon, doj unë i kum ble. Veti këtë njerat nëse së më bësën të mu. O doj është morë me full Që marrë që është marrë me full për lepirse. Po që o doj, ja. Ajo ishë për të naftë, ishë shumë e mirë. Për tash kërda ishë me hongë, që ishë me hapë gojshtë. Që shtë të qajshë, se këto, për që të ke me keshti, që ishë për të ndreqë disponimin, ajo se i mirë ishë. Kesh lepirse qera, për shembol, këto ishë më të hollë, këto ishë bu, kështë mërë bëllakta. Qysh se s'bëjt, hajtë s'pi ka ma vazhdo. Këto ishë më të hollë, këto ishë bu, të mërë bëllakta. Kështu, Si kry. që shtë të nga dojë në kom. Me se mban gjestën e emision se të shkurtova. Hajde maskenet ban qka dush, jo këtu. Mëre, unë po kazoj për lepirse, që ka me kesh këtu, Kazo. që ka me orë more që tu. Jo, do e se jenë se në ndishme, du është fashtohet dhe jenë mas bajgore, lepirse, jo, nuk jenë se në të ndishme, lepirse. Halo, eve tani, kesh qasi që jenë të holla me kështu gjbu, kesh edhe më ngjyra. Ngjyra, si është fa ngjyra kishin? Ngjyra me të kaltërt, me të kuqe, me të protukaz, me që si sene kesh. Bravo, qësh po jetë? E mirë shumë, edhe kesh asi lepirse si tucla.
Që ato më të mirat. Viç po më vjeni noti se i këmbu 18 vjetë se që ato kur si kësha ik pigujet me cucile, se të mirat. Ju më knaq. E tani aty e qila biznisin tem, mos më kësho që është të mëralt. Daj, unë i mesë jote. Okej, tani e qila që të një tavolin, veshënirat me ble, kur ka ardhë, me bur, me grujen e vetë. Që tu ka dhëtë, që tu ku të më takë të Edhe tani, ata erdhen që tu, ata 2 fëmija i veshin për përmas. O, mes me përzit, mi me burë me gruë. Që po, ata bashkë në familje jënë dojë. Mos mësojnë kes dojë pitë. Që mësë mësojnë kes, aj baba vetë, ja blejke vetë, unë zdi. Fa, merdita, fa, më falë se kështë të një lepirë, fa, kështë të më vecent, fa, okej, fëmija cilat pidoni, fa, për fëmi kja, fa, po. Da dojnë të për të maja për të vogën, a? Fa, okej, për fëmi të një ajpi për pore, se fëmija jënë të milë, këtë ko për poqë, qështë. Ja pati në fëmive, unoni lepirësat, tash, sojë njës dojë që kënejna më shku, vesh kur, kap, 2 dur që shtë kam bu. Qa bënën? Pesho, a i boba vetë jam muri. Tina, anuna vetë, atina pesho lëpishin. Kujna jam murë nona se për më ndërësan? Kujna, qysh, qka bënë qëtu? Jam murën fëmive të vetë lepirsat. Pitoro, që pisat? Pisat një herë, kur janë e sën tu lepi. Ata? Po, e të mërë venuti. Se? Fashë një afola, e po shkëmpja mërë fëmis, që shi lepishim. Ata, i mësu, po të rritën, mësu, normal. E ti shkoj për përmasune, ti përsitja aty. Tak. Fa kushën këtë vakt, mërë po sho të e trollë që këta u këne në soni, jo. Në vëdolër, ta, se më kënosë me ta. Heki lepi, ta shë mësi hek shëptore një herë. Ashtë që mërë fëmis pegoja dhe ja lepina shto, mërë do të me tërë. Me taj të më këshyri, kështë posë bële më steqet. Me më steqet? Pa, thash mare me tërë, thash buri plak, me a marë fëmise me lpia shto, këtë do të këshyrë ty. Okej, ja, për edhe shkoj. Kër ka nërë një qeft. Një qeft? Që tu kam qeft. Kësha Valentin. Ajtë po, a gjalli tha, Mirdita, tha, a i shqit një vetëm lepirë, ta po i mësoni dhe me lepi. Thash, qesh? A ti kur s'ke qela? Po nëse qela, unë vishë më shqit, po a i më veti, do, a i në do nga me këthi përgjigje, dhe qka, po pak e sjellshme. E thash, po të lutim i mësoj, tha, se që kënë fem në emë, tha nuk po din, tha me lepi e kështë ashtu, thash, qesh? Thash, mbalë, tha veti kite, niste një, thash, qesh, niste një vjetës për të me lepi. Lepis den? Po de, thash, o ti qurë, thash, që kop. Su këtë nërja? E qelë qështu që, thash, edhe lepi, normal. Aj, tani aj frajri, veç që ka ros një shoplok. Mira ka bo. Fa mare do të me tërë, fa me dollë ta këtë në rrugë, tha me të mësu gjinja që do të me lepi. Mare me tërë. Bravo, a ti, a ke kjo shkolla vetë e dim të sa në ti? Jo, taj po një, sti. A e konkurs në konë? Unë një si më konkurs, veç që mësu, kur këmë kënë e vogël që më kanë bleti shpia lepirse. Bravo. E të hajo po shët lepirse? E me tani po, onë të shqit lepirse, veç kur jë më konë që është të mas mirë të të i prit, hajde mishteri, veç kur të më ka të ravë. Kush? Më të ravë do. Shtu kam qef, shtu bash kam qef, këtë bo tërë kam qef. Tërë borg, këshërësha që shtu nuk po shka kur gjo. Thash mara shkun ka që shpejt ketë në Hungaria qa u bo. O këtheva pak ma që shtu një njëri libret ke që nej. Vet. Hajta qëre njëherë që tu, veç kur më ka arë një zu. Që e ka bën këtu o dreq. Një zo. Pe këshyri shkon një njëri i maf, i zitoj. Veç që shkon qel. Qel. Po qel i shkon. Shumë bukur? E me një qantë në dorë që të thash pas kam mi ble krejt e pirse. Fash hajde që të të ble le pirse. Bravo. Tha, mërdita më nevoj që i ka bën këtu. Tha që më spori që ki dollë pa prind. Tha shë i më falë të lutë na, mësë më fendo, tha që unë i kom 18 vjetë, okej? I ki bo, ha? I kom bo atë në atër që të këmë ka dzu. Fash që për dante, fa 16 euro. Fash qka? Pa 16 euro, thash për çka me t'japën e ty 16 euro? Halo, si kom dzirë por e ti mija që i kom shtim biznesin, e? Fa ta timin që ko hajde këtu. Po bravo, shumë mirë. Që po blava që milu në me 3 euro për qëli biznesin, po dalë të rruga për mërvih në aty shqit në pirsat, a i mu 16 euro për mi lyp. Doj që shtë është biznisi? Po qëfar biznisi kë doj? E që më nëve ti? E qysh me mbjetu këtu, 16 euro ta timi, 16% bile. Po të me lpi, pagujtë timin, normal. Po me lpin ka pak, ju ka të shumë me lpi. Tatimin doj, tatimin. Që tatimin? Tatimin doj. Valojnë doj e kish pas guën e ma dhe lpi ke shumaj. E që se lejme tonë? Si hini tonë vëreni o lpi ke tatimin.
Tatimin Elpike. Ketëve ju hini rënë dyqanëve aty, e fash, a po mbridoj që të patatim me qitë lepirë, së në shtë Këtu? blendi. Në emision? Po, se s'kam pare. Allah, daj nuk bëm patatim. Të shojnë ata vina pet këtu, inspektor. Psa e në kamera dheza? I dhejës janë doj, qysh. E se s'm kata që si sene, do ju Dhejës, puna Marion? horë në këtë për e Hes njerëzve. me dil për jashtë, po, apo hes tash ti? Po një heci. Hes me doj, bravo. Inshallah s'më qesha i tatimi që e morë që të Cili? driqi. Ja nuk shë, hes unë qaj, hes me mu. Hes me mu, hes me mu. Hajde. Hajde. Nuk tini mi, më s'katoni. Shpirtitem për këto vjote këtasi, ftyra jote është me lem. Ilijem, o ilaçi shpirtitem për këta lote këtasi, ftyra jote është me lem. Se prap malli më merë, edhe pse m'ke vrarë për zjalli, nuk t'harrova asnjëherë. Ilijem, o ilaçi shpirtitem për këta lote këtasi, ftyra jote është me lem. Ilijem, o ilaçi shpirtitem për këta lote këtasi, ftyra jote është me lem. Shpirtitem për këta lote këtasi, ftyra jote është me lem. Ilijem, o ilaçi shpirtitem për këta lote këtasi, ftyra jote është me lem. I falenderoj. Jemi rikthyer në prallë me Tupan. I thash më herët, sonte publik kemi nga Klina shkollën e mesme Luish Gorakushi në Klin. Të dy këta burra që kemi afër këtu janë ish profesorat mi shumë të nderuar të respektuar. Tom Dohoni edhe Elmi Morina. Njëri më ka dhënë logjik, tjetri sociologji. Profesori Tom, na trego pak për shkollën e mesme Luish Gorakushi në Klin. Me mbroma, ju falenderoj për ftesën që na keni bën me marr pjesë bashkë me nxënës. Me marrë pjesë në këtë manifestim, në këtë mbrëmje
me da gëzimin, ashtu sikur se jem rrit bashk edhe nemën zonësa, edhe nemën personelit arsimor, edhe drejtorit gjimnazit, ju përshëndesim, ju si shpejtim, edhe televizionin që... Faleminderit profesor, edhe ne gjithashtu stafin e shkollës mesme edhe nxënësit gjithashtu i përshëndesim. Shumë suksesi, rritën e juj, na e shohim edhe se rritë tonën, sepse je pjesë e jona, edhe na ju gëzohemi bashkë me ju. Faleminderit shumë profesor, faleminderit shumë. Po kthejnë, po profesor, vazhdo, nëse ki diçka më shtu? Kam dëshirë një, si me thonë, një letër njoftim shkurt. Patjetër. Për shkollën ku jem rrit na bashkë me juve. Gjimnazi Luiz Grakushi në Klin, për herë të parë është hapë në vitin 1968 me 9 shtator, si paralele ndame e gjimnazit 5, ku ka fillu me një numër të vogël nxënësish, me 148 nxënës, të shpërndam në 3 paralele. Themelimin e cilës shkollë, cilës gjimnaz, një kontribut të madhe ka unë drejtori parë i kësaj shkolle, Fra Gojani. Ma vonë në pranverën në vitit 1969 me vendimin komunal, me 10 prill, shkolla jonë pavarësohet prej gjimnazit 5, edhe merë emnin të cilin e manë dhe sot, me nderë dhe në krenari, emnin e patriotit, të shquar Luiz Grakushit. Ne doa të kitje. E unë nuk kam qare pa pojtë pak edhe profesorin Elmi Morina, që vjen nga shkolla mesme, e kom pas shumë për qefi, profesorin Elmi. Profesor Elmi, sa herë kom shku në klasë më ka pyt. Qu desk më pyt, si më hinë klasë, desk në kom! A të kujtohet, profesor Elmi? Mirë mbroma, profesor, edhe mirë se erdhe. Mirë mbroma, faleminderit, kom emocionet shumë ta. Më falë, profesor, për ndërprej, ma punë e zote me të pyt tashti unë ty. Që se kja dyja nuk dijet, profesor. Për ata po them se kjo kthehet bumerang është kjo. Po thua? Trishtim. Jo, nuk është trishtim. Kam emocione për arsye se është krenari shumë e madhe, ku një nxënës si yti arrin aq shumë. Unë e di që me 2 tituj, edhe artist i mirë, faleminderit profesor, i mrekullueshëm, edhe profesor. Faleminderit profesor. Edhe çuditem shumë tash me thonë atë me të binë ty që më e vetë, atëherë kum ditë që ke talent për këtë punë. Në atë kohë, para 10 viteve, 12 sa u bon? Ti e manë mendë ma shumë se sa une, kom qenë korrekt, kom dëshirë me qenë korrekt, absolutisht. Kom dëshirë me qenë ballhapur me nxënësin ku t'jetë, me ishë nxënësat. Është e vërtet. Jo ti edhe gjeneratët para teje, prej kur kom fillu me punu në shkollën e mesme Luiz Grakushi në vitin dikun shkollohen 1988-89. Dhe kemi nxënës duke fillu prej teje, edhe tjerë. Po kemi nxënës edhe këtu sigurisht se kanë me shku edhe më largë se sa keni shku ju. Absolut, nuk diskutohet. Se proceset ti e din, proceset ato janë të pandalshme. Është vërtet. Ato nuk ndalen kur absolut, por njeriu duhet me shiju jetën, do të thot edhe arti. Profesor, më falë, do mull pak kështu nga te e kështu. Sigurisht. A të kujtojnë, ako jem konë nxënës? A jem konë problem, të tregoj publikut edhe shikuesve që jam dëgjojnë. Po më duket që po të shoh, të brasa zezë, se kom pas një princip, unë të brasa zezë. Qa tym që të shë? Po nuk e them ato kur je vonu, ja, thuj e shlirë. Nuk të kom lonë me hy, asë nuk i lonë nxënës me hy. Halo që shtu i, a? Për jatë heshit. Mo për pros, halo, a? Si u vanojshëm dhe ke desk jashtë në top 10 shko. Jo që shkojke në top 10, po kjo vonojke në top 10, e vonojke në mësim. A jem konë nxënës i mirë veç? Shifet, se ke qenë nxënës i mirë, talenti ka qenë. Profesor, prej vitit 4 këna pasë më dogot, apo? Vitin e 4, shkollën mesme, nuk po tha ma shumë, po një 90% mësima i di, halo, sociologjisë. Iluminizmi francez, atë kujtohet. Profesor, faleminderit shumë që ishet. Faleminderit shumë, profesor. Profesor e Tom. Faleminderit shumë për juve. E ne të nderuar
Shikues, vazhdojmë me rrjedhën e emisionit ton. Faleminderit shumë. Dhe njështë erdhët në emisionin e zakonshëm Prallë më Tupan. Profesorat e dashur të mi, Mimrama dhe klina ime dashur Mimrama. Shkolla mesme Luiz Grakuçi. Nuk përgjasim shumë, sonte kemi një mysafir special. Kemi një lafe majmollin vend aj, majmollin vend ky, majmollin vend aj. Sonte majmollin vend e kemi këtu. His me pak. Sabri Fezullahu, me dojë dukitje. Krejt dyjaja hin. Hin për smari, unë hi bëth prap. Sabria u hin nga publiku, hajde. Mimrama dhe mirë se erdhe. Qëtu? Kudu? Qëtu që këtu për të presonte. Nerës. Aja jep kush ma shumë si 18 vjetë ka zëri drejt poshtë, zotin. Alti shotë gjithë. Faleminderit shumë për dorë trokitjet edhe... Indërru Sabri, më po të njeftoj, janë shkolla mesme Luiz Grakuçi nga Klina. Edhe ma shumë qona në konë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shumë mirë që i ke sjell edhe më faqë që po ndërhyjmë me njerë. Po, të lutëm, vazhdo. Dhe sa qesën uj pak? Mos më bo klishet gjithmonë. Hajë si jemi që tu ngatë në Prishtinë edhe ti marim gjithmonë. Ti marim prej gjitha qyteteve tjera të Kosovës edhe të njifemi pak ma. Edhe pse jemi shumë ofër, po ne fare nuk njifemi kështu në kuptimin. Largë jemi e kemi një distancë madhe, e kemi një barierë të madhe në mes, e kemi ku është Klina edhe sa 55 kilometër deri në Prishtinë, po shumë mirë që i ke sjell edhe hina shanesi kur më theme jipi këtujt, më duk dyqysh nalë e madhe kjo derë, thash, ti dyqysh. Kur s'ka u plakë, me përmen? Gëzuar mishë në erë dhe me ujë grand? Gëzuar, faleminderit shumë. Na ke ndërru sonde që je më Prallë më Tupan? I thash por 2 fjallë për ty, nuk shkova ma gjatë. Thash ku mëni do që e thojnë majmollin vend, unë majmollin vend aj, majmollin vend është qykynjeri, që ke bërbalë. Jo, korri. E lumë na që kemi, e maza ma keq kur se kemi. E lumë jonë që ju kam juve, edhe krejt publikun, krejt shqiptarët ku dhe janë në botë, edhe të falemderoj nga zemra se në një ti je, si kurse unë, je i këtyre gjithve, je i gjithë shqiptarëve ku do që janë në botë, të duan njëjtë si kurse mu, si kurse ty. Para se me më thonë të hongësha zemrën, du më të hongë unë ty sonë, të hongësha unë e zemrën ty. Edhe ti je i gjithë shqiptarëve, sepse ti je artist, edhe shpirtin e kitë artistit, se jo vetëm artist, ti je kryus edhe ti je edhe prezentus u dhejtë si emisioneve që din me i ba në mënyrën tonë si i ban ti, edhe ti nuk je i klishetizuar si kurse ta kesh një mostër, po ti je vetë që ashtu qysh ti je thi vetë faqë ja zezë. Jo, je mas miri. Edhe unë i kam bërë shumë televizionit First Channel, i kam shumë bërë Antigonës edhe Valonit. A dim se shpëtimi kam bërë? Hajde. Unë edhe gjithë këngëtarët. Nëse dikush me shpirt, po manë televizion. Këta janë shumë njerëz, janë edhe intelektual, edhe shumë të integrum, edhe, si me thonë, din me menagju vetën edhe punën e tyre, të dytë se i njofim na mas miri, po këta me shpirt e donë televizionin. Me shpirt, nuk kanë mjetë, nuk kanë dim, nuk kanë, besha i madhe zotë, po jo ndimon, as di qysh, po Allah li qofë. Ne duha të kiti për Valorin dhe për Antigoni. Lumë goja, Sabriano, po pashanerën e kam zëmi po pytje, se qka ti bëj pytje këtina, o shtepër, me një fjallë qërëm. Me thonë Sabri Fezullahu,
Në kupton gjithçka. Burri plak. Jo, zot, mos e bë. Në kupton gjithçka. Artist i madh, Po çfarë? këngëtar i madh, aktor shumë i madh. Po. Do me ndërhy pak për të vetëm në arsye që kisha fejt me këtë burrë, kisha po notën, vetë se ka erën e mirë, parfum, kur në jetë nuk i heket. Kur në jetë nuk i heket. A di se më ka shku jeta me lope bollica. E tash për e njotit lopë, vetë bollica. Po kam qef, ma ka dhonë zoti mundësin, jo kush e di qfare, po kam pas dëshirë ta një jetën edhe i ri kur kam qenë, ja hargjojsha non stem, një farë bilan e ka pas, një farë edhe nila, do të bërë zhives të e rujke nona jem si me kona jo, s'po di s'ka me thonë, zhiva, runa zot. Po, se kish me ila teshat ato që ishin shumë transishme për babushin tem, ndjes post. Po, edhe për neve tjerve, edhe me ila qarshafat e jargonave edhe mbështjecat e jastakve kur d'vin, sidomos musafet, si ne shqiptarët që e kemi patur, e kem, do të kem traditën që musafiri, mu prit ndryshe. Jetë gjithmonë ndryshe nga antarët e familjes. E pe atërshit, ja vjedhë shanos, ka pak se mlojke me humës flok. Me humës, po. A i loqi humëza, po. Qa jo humëza, qa i loqi, edhe e ka pas një pacërk, po. Në kazan, e vlojki kazan. Mish për e të zi. Edhe një farë hamom gjiku, me një farë gjobi që ka i të vogël. Po, edhe më shike aty, edhe ajo pacërka kur të mushe tu i bon, o mosh. Tash kur e lësho ujnë edhe të zetë të kenona ta jek zhyllin. Ta jek. Nalë ta jek zhyllin se ujtë në zetë, po dhe me mlomi. Ajo pacërka, se lëshon kajtë ujnë djere, ke posi me... Se bishtë në kohë, i ka hi pak në bishtë. Pa mundësin. Desha me lidh me këto që... Mirë është me qenë njeri ju. Tregona që sa vjetë në skenë. I pasër edhe në shpirt edhe. Tregona sa vjetë në skenë u bonë. Me santën. Po, me santën. Që jënë këto, mbronë kom qenë, jo marë 6 e gjysën saba. Tha njëri, o burri plak. Po myte bretu i dhonë sorë, po ka dalë. Mbronë kam këndu në Shkodër dhe kam kalu shumë mirë dhe jam shumë i lumtur që kam qenë edhe... Më falë, Adi Sabri, i vetëmi njerë në stradë është që i java i ka 7 dit, a kënon 9 dit një javët. Jo. Që deshmitarin. Më stavoj si një këngëtar se është i rija, o kësha zemën i dëshoj shumë sukses dhe unë këndoj 350 dit në vetë. Cili është taj? Njoli nese. Pas ka rajt. I thash, mos i jep zorë se delën sërnisht të i kelona jemë. Sërnisht, vallaj, po. Sa vjetë të bonë? Në skenë janë shpëtim me kongën, në vitin 65 e kom formu, jam shqiptari i parë që kom formu një grup vokalu instrumental për me imitu Beatles dhe Rolling Stonesit e Bee Gees e me kohën viteve atëherë. Me këndu në gjua anglezë që asë një fjallë se dhisha kur njetë. Atëherë. Po me imësu për me si kru, si ka griku. Edhe për të qenë i kohës, edhe për me jetë me kohën, edhe për mos me qenë, veç me i ru lopët edhe bollicat. Në katon. E me dalë në katon, e me prashit, e me korë, e me herë, e me lidh lyktyra. Do isha minë dhe gjua edhe Beatles, edhe Rolling Stones, edhe me jetë me kohën. I kompletun me qenë. Po, normal. Ato me ditë. Ton jetë am ka shku me intenca, me ishala, zotë bona dikush, ti ku nga e keqja kuptimin, nuk është keshqe dhe nuk është marë. A ke kutu në atë kohë me mëndu që ka marë që kjo kohë që ti? Jo, kur njët, jo, veshtoj se kutu me mëndu? Zotë, me punë krejt pja rike njeri ju, që jo porosi, se unë nuk dhi me dhonë porosi, të janë krejt 3 dhe 3. Ju betohem, nuk ka njeri në botë, nuk ka njeri në botë, që atë që e ka sublime në shpirë që e man një diçka, për një diçka, arrin 100% arrin gjitha sukseset, vetëm e punë, edhe jo me 2 mendje. Unë do mu bo, po, ajtë se nesë... Nuk bo, mirë mos e bo fëshnësh. Keni mi arrit gjitha synimet, se jeni 3, e keni mendjen, e keni bukurin, e keni aftësin. Qka të theke boba, ku janë njësë me shku me gëndu? Qka të theke mos më shko me knua?
baba më theke, po shkon me knu zabavno melodije. Sërbisht? O, shka. Shka theke, ha? Atër një shkip kanë këndu, po këndoj, unë në gjuhë shqipe këndojsha. Po që ato kohë naturisht muzika zbavice, në atë kohë ka t'ingluar ndryshe për babajnë tim djesë pas. Jo e mirë. I kemi metur bërç, unë edhe vlezit e mi edhe motra edhe se e ka da kashatën e gojës për t'na shkolluar neve, për t'na qitur në dritë. Thoshe, jo lusë nga zemra pash Zotin e madhë, mësoni se unë jam i verbër, unë jam i pasy, unë nuk di shkrim lexim, ma jep hyçmin e i fal letre me nënshkrue, unë i qoj vllaznit e mi, ako ishit e mi në burg. Haps, që kanë nuk di, po në haps, onë. E mësoni edhe sinqerisht e falenderoj për jetën mot, a i ka vdek në djesë pas, po ka metë gjithmonë për me kujtu unë edhe qashtu qysh ka qenë njeri i shajt për mu, baba im Hazir Fizullah dhe nëna Zetone. Qashtu janë ta babalartë tonë, se edhe ne jemi babalartë sot, edhe fëmijët tonë janë babalarë, kështu. Sigurisht. Edhe dikur e bone, falenderit, edhe momenti me bo kongën e parë me e ndëgju ti vetën në radio. E njëzove dhe shkove në shpetha nonës, nonë sonte, del konga në radio. Po, nona i prashitë në kep, me i farshatit vogël. Se arroj kur edhe, pos asaj, këtë po e flasë realitetin. Këtë qëfar jetë e kom pas. Pos asaj, që i pjekë ka 20 bukë qerepit, nona jenë. Bashkallak. Mrena ditës, bashkallak. Edhe ka një punë të komuniteteve kur vishin musafirët, edhe pos eshnave mu isha mi marrë erë. Krahin. Se së mbike gojë se që është të ka qenë. Ekonomia tilë, se 90% e shqiptarve kështu kena qenë në Kosovë. Unë jam 70 vjeqarë. E mba, që tu s'ka zëj drejtë. Kreti pa drejtë, që tu nuk ta drejtë. 17 i ka. 17. Edhe i thash nonës, hajde me mgu se kam inqizu një kongë nonë. Lumë nona, ku? I thash në Radio Prishtinë nonë. Në Radio Prishtinë. E që kime boj, i thash me kënu nona. Një ku? E ka pas baba jem një Radio Kosmaj me një farë... Plake. Po, a i Kosmaj e ka pas një farë rumullaku një... Si disk. Ton ditën e lejke, e ndëgjojke edhe... I thojshëm, babush që shopuna, qa po thot radio? Qka po thot se di po... Mirë po bëhet për neve shqiptarve. Mirë, 10 vjetë i kom pas, mirë. Në hamon tyrës mirë. 15 vjetë mirë, po qëfar mirë, 20 vjetë mirë. Kërkun e mira. Mirë që isha i ri, edhe që mu isha mu i përbalu si shdo i ri. Shdo sfide, shdo gjaje, shdo... Me një mendje o zotë një mamë që t'jecim për para, ne të shkojmë bom dikush, mos mesim. Edhe... kohë të konga? Tha... Në 3-5 minuta, e re nga produksioni muzikor, flithej gjuha gegnisht atër, dialektologjia, po, si shte gjuha e njësuar, nuk ishte bë akoma në Kosovë, edhe tha, e re nga produksioni muzikor i Radio Prishtinës, këngëtari dhe studenti i gjuhës dhe letërsisë Shqipe, bla bla, Sabri Fizullah, e inqizoj të ditë këngën tash jo. Dhe do të atëgjojmë në tekst të këthi, komponimi këthi, filloj kënga nona jem. E ngojke? Ja, më këshirë ke mu. Edhe atje të ndëgju vishë. Zoni jem. Dhe shë që shpëdo këtë nonë. Mirë, o Sabri, i thëshë që 3 dakika, o kjo vishë goje nonë, po, masa ne të kalzojën e se ecë kënga. Më këshirë ke në radio, me një asoj kur hina aty, që s'po kënoj këtu, qa u bo? Kjo është sinceriteti, kjo është ajo e vërteta, ka qenë me e mira në bo, ku ka nonë të kesh që njetë. Kështu plakat për këtë nonat? Edhe, kur mbaroj konga, i thash nonë që shtu duk, tha e Vlad, e kur hishe në radije, kur, i thash oj nona jem, ape di pazarin e pemri këtu Prishtinë, po, ape dina ja pija e sarit e vetë, po, qaj është Radio Prishtina, jom konë që aty para 3 ditëve, e kom kënu kongën, e qysh po vje këtu, në përmes telave,
në për aty një shtylla dhe banderave që dhe zhuftë në herë, thash vjen këto nona janë. Kështu ka qenë nona janë. Kur këndoj shë nona dhe ka morë në esan blëbirë. Pa vetë. Shka theke? Po e Vlad. A ke morë në esan? Që mu isha më vesh, më matë, se kom pas qef gjithë jetës po. O ta përmëni zoti shëqërë. Që, kështërë, yllë, që. Pa janë qarilli. Ati që kam thane era kur unisa. Tha, o Sabri, as po dhje marë me dalë në televizion kështu. I thash nërë, tha buri 70 vjetë, thash qa me vnu tesha kravata, mu ka lodhë jetë, mu ka lodhë fyti për tyne. O, pasha zoti. Meshe diploma në vend pare, në atë ku. Të kja morë në i sen. Dhe isha po në shka? Isha që diplom. Ojtë mjertë në ojë në. Pa nep kjo në i sen. Po ojë në nep. Trasht e sundës. Trasht e sundës, në. Nep. Kur ma letë si kur sondët se kam, një fjallë e foli e krym punën e vetë. Se është artist, e din qka... Jo, po ti mi di dhim. Jo, edhe ti. Ti mi di dhim të mu. Po ti e i ma vetë. Po jo për qëfar i madhi, hamamit, si krejt njerëzimi, po... Tregona në kohën e... Na kemi tu tonë në kohën e fëkora lakut, kur vishë musafirë të kishë laknurë për dark. U bëj ke mirë. I madhi e. O shumë në sofer. Laknuri me 2 petë. E hull! Buka, bajat, eftoft, eruna zot. O do ke me gjy që me o harcita. Me lakna ka pak, po. O, me o gjy. Lakna, porria, sekla. Ka pak djathe. Djathe, pa te. Mrena. Që me gjy, mrena. Ta u kësalloz këtë. Me gjy. Musafiri që i vike... A i sanke po ka pak. E ka i katë merin, qëfar? Laknurin, i vike në gjyst, pëpsis. Vue, tash, të usosën e baba mos po koritëm, po jetë musafiri, pa hongër. Më gjukat ke mu në rësofër. Me buk. Në gjyje, ty të ke. Ba, gjyje me buk. Une, Allah, marë. Me morë vesh musafiri aj. Pa, aj që mirë po me dhije që i këhat me buk. Një maja. Aj se ke baci azir shumë i mirë, pa zoti, beriset, vallahim të klasi. Po, vesh të boft mirë, mirë se të ka pru zoti. Me buk. Ty kënena. Me buk, që m'ja bu ati. A, kësë mërë ke vesh ka? Po, qëmarë. Laknuri, shkoj! Shkoj laknure e të ishojnon, pëse me në gjithë e ke me gracu e vlada. Më bje. Me gracu. Më përmeru ka pak. Janë ca fjallë vjetra. Po, që kanë dialektologjinë, të pasër e kemi shumë edhe gegnishtja, ka qenë është edhe është shumë e mirë, edhe shumë e bukur, edhe shumë e amel, edhe t'inglon mirë, edhe po natyrisht ajo gjuha e njësuar na lidh gjithve. Juge veri. Sigurisht, na ban njo. Kejtë kombi shqiptar kudo që është në botë edhe për ata e dua edhe e respektoj. Po atëri ka pasë me gracu. Mos shkil në gjirit se agrajisë. Delmez demek. Demek si me thonë, what for, që apo më vyllë kjo që e kam thu. Nona jem se unë jem tjetër. Unë jam modern, kishe më zvet. Si kur me thonë, tash njerëzve, shishoni, unë jam Sabri Fizullah, unë jam rritur kështu, kam baruar këte, kam kryuar këte, kam bo këte, jetoj kështu, to janë palavra, kur gjojës. Jeta ishtë një higjë këtë jetë, vetëm duhet të akzojmë, se kemi vetëm një, edhe me synime, tjarta edhe të qarta, me synime, pa bot kuptime, pa nënskanza, po vesh me shpirt edhe me pun, të arrim dhe aty ku e kemi mendjen, ku e kemi qëllimin, mos të mbesim të mbyllur, kur njëtë s'kisha qef me qenë në gzholje, me qenë i mbyllur, kisha dëshirë me qenë i hap, kisha dëshirë me më rridhi qka, më ba dikush, jo në kuptimin edhe murator, ose latus nëse bëjmë. Po i mirë. Ta bëj i mirë, t'jemi mirë, i sukses shumë në të punë. Edhe nuk kam qef, sepse kam letëzu dhe i kam përcjell këtë që i kam qenë, ta jetën edhe artistët, edhe poetët, edhe politicienët, edhe aktorët e mdhenj, edhe piktorët, edhe
muzikës serioze dhe Bach edhe Chopin edhe Mozart edhe Salih Feriz Krasnishin edhe... Sef Mleqanin, e rënë tjertë. Krejt tjertë, do më thonë qka bajnë, si thojnë, si e krynë punën e tyre, pa i dhonë veti asë njëherë të drejtë që unë jam dikush për me u leqit nga të tjerë. Kjo fjala leqitje i shumë me diapazon gjërë dhe të madhë. E luma i që nuk leqitët, nuk distancohet nga të tjerët me thonë, me quni vetëll, unë jam, s'kam qefën e me më dëgju, larkë qofë kam dëgju këngëtarë që ka thonë, po unë s'këndoj për katundarë, unë këndoj për diçka tjetër. Kjo është tragedia. Tragedia ati që e di, po e shofë që sa ka hy një rrugë, teri atje ka me zonë, nuk ka me jëndeza jo poqa, tu hetë se... Vetit vetit. Po, vetit. Na jemi, ta që jemi, jetë asi gjahiq, kur gjanë jetë, ish mirë me lanë diçka. Nëse mundim me lanë diçka, o ju mundeni jo asë kush tjetër. Unë nuk ka marrë për me ju mbajt ligjerata, se nuk di. Unë nuk di thmive të mi me ju thonë. Unë nuk i thom as Armendit, as Bulzës, as Ermalit, as Adenijës, bani kështu. Kur të më thonë mu diçka, i thom, unë s'di, ju dini... Gani bjera. Hecni, po. Ermalit të thom, hec, vesh po të tregoj kush po të thot hec. Hec se ti e ri edhe din, ku keme këndu në kitë javë, a i thonë Suedi, unë e në Angli, që kjo po të fletë. Më thonë, ti ku je? Në Suedi, e i thonë, unë jam në Angli, vesh unë i kam 70 vjetë, e ti 26. Po, e thash kush pi fletë. Kush pi fletë. Letë, tu pani re për konë ka vesh. Kush ka vesh, është të vërtet. Kjo është ajo. Po këtë fjallë... Krekosje. Po këtë fjallë noja me të një të vëtërkitë. Va joho. Po, bre. E lojmë pak, e lojmë po ka Allah ku në bimë në kohën moderne. Tash në këtë kohën moderne, ku shqyrë për Zotit i kemi këtë senët. Pije të ujtë, a ongësha zemrën. Dëgjues të nderuar, kjo është televizion edhe televizioni është shejtni. Përmes televizionit, bota arrin sigurisht. Edhe shkon mesazhe zbulimet, shpikjet, patentet, luftrat bën çdo gjë nëpërmes televizionit. Pushtetit të katërt. Këto të arriturat nëpërmes televizionit. Kjo është ai televizioni 7 herë i rrit gjërat më shumë, ekrani i kamerës. 7 kg qet ma trash, ma shnosh. Domethënë 7 herë nëse një gjest e kam të keq, 7 herë e deformon, ma të keq. Po, unë jam ardhur te ti me loçk të zemrës, unë du me fol atë çka e ndjej dhe ky çka jam. Shte kështë e qoj vetën edhe rej, vetën mas pari. Ty bën kam. Nuk kam. Fabiano, çdo javë në për mbrëmje. Çdo javë, çdo vikend. Po. Pe tham kushtimisht. Çdo vikend. Bashk, shpesher bashk, po edhe ndamaz. E the më herë 70 vjet. Po. Apo e ki problem me qëndru? Edhe Jo. pse më falni, e keni pas sigurisht këtë shqiptaria dhe shumica njerëzve që nga ka arë nga Shqipëria me titull Dancing of the Star, që që këmë po të quat të zonë radin për pjetë kë nuk leodhët edhe jashtë 70 tjera. Kur dojnë me prish dikush burrin me grun, a di do? Prekin kus duhet. Ja, kështu. Unë në shpe, edhe vjen djali motrës. Daj, po zotra, mu ishe me quë, ajo kom të gota dhe i këto. Ajo nera tu punu diçka. Mire ki dalë. Bravo, vazhdoje. Apo mundesh mja dalë, ta shëtë njëre, gjdo vikend në mbrëmje. Nuk është letë. Jo, letë me nuk ato çanta e dimna. Po, dreshi çantat na janë. 5 në sabat, 5 në mëngjes në aeroplan në shku. Jemi djelësitur dhe në orën 4, në 4 i hipi makinave të dytë. Të aeroport. Edhe si të gjithë kantarë. Dikun jemi 2 orë gjysë largë aeroportit, dikun 3 orë, dikun 4 orë. Dikun t'ik treni. Dikun na ik treni. E ka herë se dojnë parë tamon. E jesim. E jesim. A ka ndodhë në herë, a ka ndodhë me ik në herë pronari i lokaleve? Se ka një herë hupin në sefën.
Puna ju ka roqa. Që shke puna me senorin që në zonë ato në vetarët bani stoika i? Shumë në shkup. Po. Me majtë koncert, unë si në Vlla Saliu, Adelina Ismaili, ja më shë zemën. E dhone asajna, po. Asajna dhone. Edhe, kështë shumë publik. Një farë sale. E madhe, sigurisht. Salë sportive, kur t'ymë në shkupën, fillim ajo. Jo kjo e reja që është qelë, po kjo e vjetra që ka qenë gjithmonë të sale basketbolit. Edhe kështë 2000 sa njerës, edhe na ka këtarë të ati shushim, i thëjmë qatë punë që jena marrë vesh ma herët, kishe edhe... Petin ti? Ti, apo i nep, apo nep ato bekume, të gëzume, që ta gëzojnë vetën. Edhe vase i motivohem ma shumë, kemë motiv. Zoni shkon. Zoni shkon. Edhe, i tha, ma bon me na i dhonë lekë që më tha po, pa problem. Pa problem. E shfillon një koncertin që ta, s'ka problem. Ishe Naimi edhe Mihri e braha. Naimi po do me dalë, thash, ku po shka Naim, tha, me fillu koncert. Thash, jo, se, në dirë shtim, asë një duhet edhe na me dalë, se po trego burnie, na tash me u bo, ndryshë s'mundemi, edhe nuk dull, a herifi e kishë mush qantën me pare edhe, i ka marrë të arkatari, pare të biletave që janë shitur edhe, shkoj po zoti kur donë unë e pash me bisyni që po shkon toalet. Thash vetë me veti, del, tu bo lafta, unë e metë syta gjës ati kisha, a po del, as po del. U po gjysore s'po del, thash diçka u bo, i thom si nanë që ka shpejt derën me ma qenë, që në derën do s'kom qenë. Gutu, thom që ka, thom, a i pareve, më sa përmeni evnin, se jo i krejt. Thash, sigurisht, nuk ka mujt me darë se është gjomi shumë i vogël. Me kësy se edhe është naltë, pa i ka për me qatët, për me dalë, është. Edhe shkoj, sodhës, kur shkajti, a i njëra komi ka vetë, tu dash me kësyje. Su isha me prek, edhe i këtë isha si me i bërë, ja ka pa komën e zvita. Sa pri, i thash, mos ki dhertë, këtu jemi. Këtë kuptoj. Po. Jo, po du me të kalcu që shumë, kur gjë mëse, e di. Kreti kjartë je. E di se u prish brava, e derës. Po, së munës me dalë. Edhe të pjesë ke mujt, a nej për dere, po do kënej me arë me naj pruparit. Po, pa shazori, me marifet. Me marifet. Tha shvesha ma qantën, se dhe i ke me dali. E ti, këse? Me qantën. Ma qantën. Këse? Të ke naltë është. Ku është naltë? Që të një në kom të, kraterit. Ja se të vrajmë, qëtë. Lirë. Ama qantën e mora qantën e parë, qëtë e komur këtu. Zbriti? Këtu i kom këtu me veti. Zbriti, tha, që për jam taj kanë? Jo, i tha shkoj e jemja. Mirë, pafshim. Hajde një shkojmë atje, shkum të salla, e s'mas neve. Artistat? Kujna soj ki i bërq, numëroja, unë e mojqa. Ti qantën. A tjera katari më ndej. Na ndodhe neve si... Ndodhe sigurisht. Kush për t'i banë mbromjet në për Evropë? Kush për t'i organizan mbromjet në për Evropë? Se ki shumë? Unë e bashkë me ty, kemi një menager, që ka emrin zoti Avni Selimi. Që e përshëndesim. Shumë. Tjetër? Shumë. Avnushi. O Avnush Bukerrush. O Avnush Bukerrush. Si kur ti, so kërkush. Banë mbromjet se... Avniot i kam Avniot i kam bërë shumë edhe unë, edhe ti, edhe gjithë këngëtarët e tjerë që na menaxhan, sepse në një është njeri i përkryer. Unë e kam pa, po njeri që s'rejnë kur njëtën e ti, se na nuk rejmë, po ka herë jepim fjales lak për me na dalë ma mirë. Për një ty ne kem na? Njeri ma të sinqert edhe familjar ma të përkryer edhe bashkëshort ma të mirë edhe baba edhe mik edhe shok edhe menager që diti menagjoj mbrëmjet, koncertet, sepse ka seriositetin edhe fjale ati është fjale me shumë vend edhe me shumë pesh. Ne i kemi shumë barq, unë për çdo gjë që ka bë dhe që bën për mua dhe për ty dhe për të tjerët, e falemderoj nga zemra. Ne të na bën mbrëmje, na e lojmë borxhin. Kur që më shumë, pa na bën mbrëmje nuk ka borx mo. Avnush Bukerrush. Fala shumë, falemderit shumë. Sabriano. Urdhon loç.
Edhe pak uj. Panderit. Çfarë ke kjo? Uj grand prodhim vendor i Kosovës. Uj burimi. Natyral. Me shije. Shumë natyral edhe shumë i mirë. Shumë i mirë. Sinqerisht po. Patjetër. Unë nuk e pas na ble, ku shitet ky, tregom tash. Ky shitet në çdo vend të Prishtinës, të Kosovës, në çdo dyqan mundesh me gjetë. Çdo kun? Në çdo dyqan. Këte. Çdo dyqan. Asha zotin. Po, është i rinë treg. Është i rinë treg, ki drejt që se ke has, nuk e ke pas kush nëpër markete. E pas ka shumë shijen e mirë. Edhe Mulaba është i mirë. Po, a? Për zotin. Sabriano, e ke provu edhe komedin, edhe teatrin, edhe dramën, edhe këndimin. A keni pas Sabri Vezellahun ku të performon në skenë? I ka këtë elementet. Aktrimin, je jep shpirtin, je jep emocionin. Çdo gjë është me një vend. 3 në 1, ti je si këto kafet, 3 në 1. Le se marre. Ku nihesh më mirë? Në cilën pjesë? Unë mendoj që çdo këngëtar duhet me qenë aktor. Është vërtet. Duhet me pas shpirtin e artistit për me ndje që ta ndjej tekstin më mirë dhe që ta plasoj të ndëgjuesi dhe shikuesi. Që pastaj ajo këngë të bëhet e dashur për ta, sepse këngën që e këndon publiku, tënden që ti e këndon, atër i ke punën, ti okej, je në rregull. Ata të duan edhe të kanë mësu këngën. Dhe çdo këngëtar duhet jetë aktor, duhet çdo aktor të jetë këngëtar. Të bie një rol që duhet me këndu 5 minuta ose 30 minuta të këndosh. Luan një kabare për shembull, që nevojitet dhe të vallëzosh dhe të këndosh dhe të interpretosh. Duhet të jesh, si me thënë, këto janë, unë mendoj që janë dy gjëra që janë lisht të lidhura. Shumë ngusht të lidhura njëra me tjetrën. Po flasë si nëndër se halos kom rrejt. Pej Shkodrës. Po, për zotin, se ja marë në 6:30. Halo nuk e flajt, ora është... Jo, tash, më i dhejnë ora 2. Amo tash, edhe pse s'ke flajt, me në thirë avnushi, unë e ti sonë të shëmnisë më mbrojnë. Në vend, po e di. A dim pse? Se ajo jemi ne. Po sigurisht. Po ne jemi ata. Ajo është shpirti jona, ajo është puna jona. Nuk e thonë që jeton për me punu. Është e vërtet. Veç për me punu. Veç për me punu të betohem. Cila është ajo fjala, më falë që po ndërprejt, që e thu që 50 vjetë kur që është për shtratit? O Zot, falemderoj nga zemra që ma ke dhenë mundësin që edhe sot t'jem gjallë t'jetoj, edhe që ma ke dhenë mundësin që edhe sot punoj. Që shtu e thu për dit? Për dit. Nuk harron kur? Kur për jetë s'harroj, edhe pyte Ermalin e ke mik, edhe pyte në erën, kjo është, këto e kam, si me thonë... Him, të përditëshëm. Se qashtu mendoj. Zotin duhet të falemderoj për çdo ditë. Je shumë besimtar? Jam besimtar. A gjelon Ramazanin? E a gjenoj Ramazanin. Halal të apov Zoti, kabul të falemderit shumë. A fështirë për njerët, atë kara me këtu në herë agjerushëm? Po, gjithë. Gjithë? Po. Nuk o fështirë, jo, nuk o fështirë? Jo. Po që ka o fështirë për ty, posh, Zotës? Jo, po. A i njeriu, atë që e do, atë edhe bënë. Në çdo situatë. Edhe pa kur farë problemi. E kom pidonin mazi se ti, edhe... që shë ka pidon, e ke pi në zesëm. E la se pi ma, kur mos e kom pi. Edhe qka është për me agjinu, është knatësi, është një diçka, një lirim shpirtëror, një diçka... Allah të apov Zoti. I edhe shumë patriot? Patriot? Jo, patriot. Po. S'kem po... Cili shqiptar së është patriot? është të vërtet, një do kite për krejt shqiptar. Po. Kemi po edhe protestat e fundit bashkë me qytetarë. Po, kam qenë. Nuk po të më të him politik heq. Jo, s'kam qenë. Heq dhe na me him politik. Heq dhe na me him politik. Adim se? Po do na me folë për pak për... Ne jemi të kësaj theve edhe të tinën qielli edhe fati o fatkesia e popullit ton në takon se cilit. Me kontribu për vetë. Edhe, si kur unë e ti, çdo njeni e përjeton, kush ma pak, kush ma shumë po e përjeton. Dhe, unë e kam dalë me dëshirën matë madhe, pse mos me dalë,
jam shgëny me pastaj me kejtë ato që ka ndodhë. Ke gjukur? Jo. Edhe, unë e s'jam për me gjukur. Unë jam veç me këshyrë punën temë. Edhe atë punë që e bëj, si këngëtar, nëse mund dhe me i dalë zotë asaj pune. E dini sen, si kurse edhe ti, që këtë tokë të lirë, e të mirë, këta dhe, edhe këtë dhe të Kosovës, e dua si çdo shqiptar tjetër, sepse Kosova, kur njët 70 vite i bëra, 70 si 7 dit, kur ma i lirë s'kam sen, se qëtash. Kur, jo. Edhe... është knatësi me ka një artist me popullin. Është knatësi e madhe. Nuk ka... është knatësi e madhe. Asë gjama ma të madhe dhe ma të mirë. Se me popullin e vetë. Po qysha me u leqita. Se ata na mojnë neve. Atë leqitëm na prej popullit. Zotë më se bo. Po jo më ata na dorë të kasën. Ata na mojnë, ata na duan. Mja nërë që dritën e vetit më leqit, që the rrugës pare. Mja nërë. Jo, se nuk dhizët ajo e fundit. Ate, stop, këtu o terre, e ce etë sterrit. Qa di unë e qa mund terë me ndohë. I ke gëndu shumë rinis, Prishtinës, Kosovës, dashurisë, gjithë shkafit. Po. Një baladë fundit që jetë e botash që hala nuk e ke nëzirë dhe prej. Po. A për atë regëm pak për baladën që e presim. Një kompozitori madh, ajo është që po bashkëpunoj kove të fundit, Virusi, i Elitës 5, ma ka kompozuar edhe këtë baladën e re që duhet dalë brenda një jave, dhe tekstin ma ka shkruar ai që është vesh një zoti madh që ka falë për pend, sa mirë, poeti është poet. Prozatori është prozator, romancier është romancier. A që shkruan për këngë, a është tjetër një diçka. Asë një poet i madh nuk di të shkruaj në kuptimin poezi për këngën. Se poezia për këngë është një diçka tjetër. Se dalon edhe metrika e vargut, edhe, si me thënë... E ka formën e vetë. Po, tjetër formë ka. Në varësisht nga forma që ka kompozu kompozitorit, tarari, wow, e kjo met me 3 rokje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas një qëfar simetrie ka kjo, është vargu i dytë shumë i gjatë, i pari me 3 rokje, i dyti me 8, i 4 me 5, do në kërkun. Po si tansi, si poezi, ajo është shumë dhe me thënsi. Vetëm Ismail Kadari, madhi ka ditë kështu me shkru, ca pika shi u rënë bitë qerqë, për ty ndjeva malë, jetojmë së bashko në në qytet. Sa rallë. Sa rallë, shife, sa rallë. Sa rallë, po shife me shokët e mi, që kemi lindur së bashko, imi rritur së bashko, na ka ndarë jeta, na ka ndarë vrapi mas të mirës, nuk ka ma mirë se me vrapu njeriu, mas qenjes së mirë, mas begatis së jetës së ti. Ku e presim baladën? Baladën edhe një javë. Edhe një javë? Edhe një javë, edhe pa i pushtu gjitha zemra. Dhe gjënë e mirë, dhe gjënë e mirë, dhe gjënë e mirë. Jo pa shatë madhin zotën, po pa i pushtu gjitha zemra të rinore. Rinore. Nuk e la kurse. Dhe më thonë që nga për dashuria, po? Vesh për dashuri. Pa ka ma sublime se dashuria e matë madhe se dashuria. Edhe një javë pa presim baladën titullin? Jo, unë nuk di se ka 2-3 variante, vendos producenti im zotri Emru Shtaci, i produksionit më të mirë bashkë shqiptar, Emra Kom, mës ma hiq këte, se i kam shumë borç ati njeri, unë, Ermali, Sinan Vlasaliu, Dzeni, i kemi shumë borç, Vjolca, sepse a i investon për ne, a i bën shumë për ne, kur them për ne, ne nëse bëjmë pas taj diçka, ato këngë nëse ngelen, që ju t'i këndani, t'i kujtani, mas një na jemi... Se ku të me shku ti, falë? Ku të me shku? Kush? Që po thunë ngelen kongë të na... Jo, nëse mbetet konga kështu, për me u dëgju, unë shkoj papa... O, s'ki me shku hitë... Shkoj, po... Aj, zëtë më se Ka shkuar mbretër... Po, është e vërtet. Ka shkruar president e mbretër, e zbulus, e njerëz matë mdhejt ruzullit të kësor, e s'po shkon hamomi hyrës Sabri Fizullahu. Me shku tonë ke me shku, se që ashtu ka thonë i lumi zëtë, po halo herët është. Petë shë që ujtë për takona, a petë më ta qitë.
Ja, po takona shumë. E kom hongër do lëngë shumë me kryp. Do lëngë me kryp, do të ngjynë që theshin. Sabriano, 70 vjetë pëthu që i ke bo, s'po të besoj hiq, po qka kishe hik? Ma i moment që të kalon përvoj të hidhur për këty në 70 vjetëve. E qka kishe shtu, diçka që ti me ndonë që duhet me shtu? Jo, unë s'me ndoj kur që shka ko me shtu, se nuk jam njeri që jep diçka që ka mi shtu kësaj, që ka kom përjetu shumë gjana të shia sikur se ti. Sigurisht. Edhe sikur se çdo njeri shqiptar. E çdo shqiptar në ato kohra, tash nëse flasim thonë, wow, ky dul me folklorizëm patriotik. Kemi kalu, inshallah kur ma njetë nuk kthehet, edhe kurrën e kurrës nuk ka për të kthyer. Jam njeri që i dua shumë institucionet, edhe votën e popullit e dua dhe e çmoj shumë. Shumë bukur që dole këtu. Dhe, kushdo që i vjen, me udhëheq këtë vend me udhëheq, unë e respektoj, si me thonën, me zemër dhe me shpirt dhe me punë dhe me çdo. Vjen ai tjetri e respektoj, sepse vetëm duke e respektuar verdiktin e popullit votën, na ecim përpara duke i kritikuar ditë e natë dhe duke i kërkuar të drejtat e votës sonë që ne e kemi dhënë. Unë jam pensionist që 3 vite, unë dua që kur dal atje në lagjen ku janë duke banuar, t'i kem një 10 karrike ku mund të ulem, pushuar. Nuk jam i knashur, dhe me nipat dhe mbesat e mija, jo të më shetisin një trotuar të ecin që është 20 cm, kaq, e vinë plakat e plesht, se unë e kam thonë plakat e plesht, e janë vetaj plaku, se sinqerisht po, se qashtu është. Unë e kam dëshirë që të ketë hapësira, ketë infrastruktur për të ecur, për luajtur nipat edhe mbesat tonë, për të patur një aromt, një lule, ose një gjethi, një hije, një diçka. Këtu si kem? Këto e kërkesa elementare. Po, absolut. Elementare për jetën. Dhe, unë e besoj që shumë shpejt ka marrë dhe jo ditë, sikurse në botën e përparuar, kudo që bëhen marrëveshjet në mes njeriut që do të na prezantoj ati deputeti, edhe asoj lagje apo komune, apo ku i takonaj ku do të konkuroj. Edhe a i thot, unë nëse fitoj votën tuaj do të bëm, t'ju prezantoj juve, jo gjepin e vetë. Sigurisht. Edhe interesat apo ndohë kjo të ngushtë. Ditash. Qysh s'po ndodhë zemra jem. Po ndohë. Nëse ti përmështin kadal. Jo, po të pës, a je lagjen tonë ti. A i kishë tu gjethet të trotuarin e që tu karrikat më ullë pa ta... Jo. Si ki halo, as njo? Jo, po kanë më u bo. Kanë më u bo, ha? Po do të bëhen se... Herë do kur do të bëhen. Ne jemi që 7 vjetë. 7. So... Njeri u të eci, i rëdhën dhe sene, i rëdhën e lemo kur do me maru diçka me bo, që to e bon atje i del një problem tjetër. Sabri Fezullahu me nga të regu kështon, për do më të pytë shumë sinqerisht, si e për më të pytë ty me ta bo këtë pytje, do të me pytë dikon tjetër une, po s'për ke mundësi me pas të afer. Si të më vetë për politikë? Jo për politikë, për zotin jo për politikë. Pse nuk i qmim për shambull? Pse të ka dhonë qmim ty presidentja? Me thirë se e meriton. Unë mendoj edhe publiku, a mendoni se ky burë që e kemi këtu, unë të këmë thoni dit një fjallë, më falë, jo që du të me morë qmim ky ndërum që jo këtu, po njën e prej qmimeve du të me posë emrin e këti burri. Jo, marë, hajtë, së është ajo për mund le. A dim pse mendoj unë? Mendoj unë që zonja Atifeti Jajaga është një presidente shumë karizmatike, edhe shumë me sharm edhe me bukuri, po mendoj me bukuri politike, me një background politik që është shumë specifik në botë. Pse për shembull specifik? Dhe zonjën Jajaga e përqafojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europa, edhe pse edhe Sabri Fezullahu jo, unë e di që ajo me siguri i pëlqen këngët e mia, jam 100% i bindur, s'ka lidhje, le t'i bje ndërmend, i bje ndërmend që Sabriu këndon mirë, ma ka dhonë shmimin, nëse duhet vetë t'a bënë si gjest atë,
ajo me ndonë sigurisht që Sabriu është duke kënduar çdo natë akoma dhe nuk i ka orë fundi me i thonë papa se të na borën para se me dek pak. Hajde. Se u koritëm se shkoj njeri. Ishi shtrum. Po shkoj ke kish me deket japim te gjallim dishy shkom para ekranit, ta lym, ta gjym, thot faleminderit shumë. Ju falenderoj nga zemra. Shkoj. Shkojnë e Trak. E thoti ha. Na i thojmë presidentës i s'ka me prit këtë situatë. A di shka, nuk on presidentës. Do të presidentja e ka një shumë intelektual, shumë, edhe që e njaf, edhe kam njohur babajin e ti, edhe nënën, edhe vllazën, edhe motër, edhe krejt, edhe që është shumë njeri i ngritur, shumë. Edhe ajo është zoti Arbër vllai është këshilltar. Arbi është rritur me këngë Sabri Fizullah, edhe i pëlqen këngët e mia e krejt, edhe Arbi një ditë i thot, kryetare, sa si ka gjitë qaj njerit. T'ja dhom një letër. Ja, a din shka. Unë jam i graduar çdo natë. Unë jam i nderuar ka do që të shkoj. Unë po frigona mos po lavdrona, po ku do që shkoj në Shqipëri, thojnë më salutojnë njerëzit. Jo më në salutojnë, flasin njerëzit, për shëndet. Ndojnë njerëzit. A dim se më duan, se unë i dua, për që ta. Se unë i dua, se unë jam që kështë jam edhe, unë i respektoj edhe shokët e babës tem që kanë metur një 5-6 tani gjithandej ku janë, në shkoj edhe ju jep ka i selam. Po, se thë ke babë em tu shku, jenë katin e dytë, e këta punëtorët janë ka poshtu punu. Jep jam një selam, thë ke se tani i këthejesh, rinë këtu, e kur t'jep këtu selam, ata dhe ku shkoj se nalë, e tas t'i fëtë, hajt i, kramet li edhe ti, baju. Edhe besoj që, kështu është ajo, unë këndoj çdo natë, mua më respektojnë dhe më duan publiku, publiku më do, kjo është, jam njeriu me 100.000 diploma, me 100.000 mirë njohje. Shqipëria, në Shqipëri, ndryshe nderohen njerëzit. Edhe mësuesi, edhe arsimtari, edhe profesori universitar, edhe studenti, edhe aktori, edhe balerini, edhe poeti, edhe ushtari, edhe ushtaraku, edhe polici, edhe ndryshe nderohen. Shqipëria është Shqipëri për atë, është shtet nga 1912-ta dhe i nderon ndryshe njerëzit. Kur ka më në artë në Kosovë që ajo situatë si pas teje? Ajo çdo ditë vetëm sa ta jetësojnë, sa të jetësohet kjo. Që ka më artë kjo ditë për të bë? Pa tjetër, çdo ditë, po drumë. Inshallah më rrim bile dhe na bre? Ajtë se. Së është me rëndësi. Me Sabri Fizullahun, kishim folë edhe një 20 vjetë qështu. Shumë e përlum. Po, jemi ka fundi intervistës edhe Sabri për të bajdhe një pyetje për sondet fundit. Thuj. Cili është mesazhi jëtë për sta njerës që po e lëshojnë vendin? Ja, këta janë njerës që duhet me më dhonë mu mesazh, me më dhonë ka një porosi, ka një vrejtje, ka një diçka, që unë përmirësohem edhe që të bëj sepse unë jam njeri që jam shërbëtor i tyre në përmes këngës. Unë jam shërbëtor i këngës dhe unë prez gjithmonë vrejtje, sugjerime, kërkesa nga ta, sepse jam në shërbimin e tyre, që unë pastaj realizohem në përmes vrejtjeve dhe këto që i thash tyne, edhe rinohen atë gjithmonë dhe shpirti i këtyne, edhe i shikuzve edhe i ndëgjuzve, që ndëgjojnë, mes po flasim për mu, këngën e Sabri Fizullahut më mban gjallë, më mban të bukur, më mban mos me më dhim të askon, më mban mos me u dorëzu, kundra viteve që vinë, edhe më mban buzëqeshur gjithmonë, më mban me dhonën, me dhonë. Me shku në shpit Sabris, e ki një friz me zemra, tu i hongër zemrat, një friz me mushkni, një friz me poster, më normal që e prejnë për qepë.
Sonte me neve të dashur shikus dhe të rishikus ishte Sabri Fezullahu. Ne jurojmë jetë gjatë, edhe 70, edhe 700, saj ka fali lumë i zëtë. Vesha i madhi saj ka shkru, po. E ky vazhdon me na marrë neve gjallë me këngën dhe muzikën e tij. Nuk po du me folë ma shumë fjallë për to, se nuk di me folë fjallë ma shumë për to. Unë di shumë po, sa ma i tonë kjo në zdi. Sabri Fezullahu, dhash Zoti i shnet, edhe jetë gjatë. Shumë falënderës. E inshallah jeton si shki qefti. Falënderës zemra. E që shka qef ki publik me të po ty e ti këta anasjetlas. Falënderës po tim shumë dhe falenderoj shumë. Sinqerisht po të falenderoj nga zemra, se me ty me komuniku dhe me bashk bisedu me ty, çdo kush e ka shumë letë. Je njeri që jetë për toke dhe je njeri për atë i artist. Falenderoj shumë. E ne kemi sponsorin tonë që i dhuron nga një dhurat se cilit musafir, e sonte e ka qellu shumë. Është koleksionist i parfumov, Sabri Fezullahu, që i donat shumë dhe i ka pa kufi. E ne kemi një sponsor që na dhuron nga një dhurat, i parfumeri o Zhuvi, që ka hyta shtreg, ja ku kemi për përfaqësuesen që do ta sjell dhuratën. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Këtu parfumi për moshkuj o Zhuvi, faleminderit shumë. O Zhuvi. O Zhuvi, po. I cila ndodhet në Prishtinë. Faleminderit, apo në qelë. Patjetër. A tulemi edhe po sigurisht. Unë kam dëshirë edhe jam koleksionar shumë. Jam koleksionar. Edhe çorap me parfumi ka. Jam koleksionar i parfumave, është shumë e vërtet. Me që është parfum francez që thojnë, francez magnifik, shumë i bukur. Shumë e rëndë. Shumë. Më ka thonë Nera që qatë shumë i donë Sabria parfumat nuk e qetë në vend tjetër, po qetë qëtu me një viz vetë. Se kur e puthi Nerën e ka mangat. Me në vaja ka pak. Faleminderit shumë. Sonte me neve pra ishte Sabri Fezullahu. Faleminderit shumë. Faleminderit. Publikin nderuar, shihemi pas pak me marketing. Ju përshëndesim në të dy zboshku. Faleminderit Valonit. Antigonës. Shumë Antigonës, faleminderit gjithë stafit. Faleminderit televizionit. First Channel. Marketing, shihemi pas pak. Faleminderit shumë. Navi. Qytetar të nderuar, situata në vend më ka në maje të havlës, të hundës. Dhe unë i bëj thirrje Amerikës që të na shitoj, të na ndihmoj, sepse punën keq jemi të e pri. Pra, qytetar të dashur, ju lusë, mos të shurroni mos të shkatroni vendin tuaj. Ju lusë të këndoni, të duroni, sepse ky ishte amaneti i durimit, e Ibrahimit, para arsit tem. Qytetar të dashur, ju lusë që të jeni sy edhë, e sy qelë. Sepse ju jeni populli më i kashtë, më i lashtë. O portokaj, politikaj, ju lusë të punoni, punët të të filloni popullin të tranoni, të shlironi. Ju betohem, se nëse nuk punoni si që duhet, unë do të thras Amerikën me na okupu, me na ndimu.
se shqiptari prej shqiptarit nuk din me utut, pa jashti dy kamp me një këpuc këta të hujt. Shqiptari vetëm ka lezet, i bashkum s'ka marifet, pra qytetarët e mi, unë dhe politikanëve ju bëj thirrje, hani, pini, vidhni, por me Jablanovića mos përzini. Së fundi i bëj thirrje Isës dhe Hashimit që gjamat e qeverisë t'i theni, t'i ndroni dhe rrugët i shtroni, që të mos ketë gur në për rrugë se mandej populli ja u thënë jo vetëm gjamin po edhe kryt. Se populli gjithmonë ja ka thy qeverisë. Dhe së fundi desha ta përshëndes Sabri Çuçuk Feyzullahun. Faleminderit. Faleminderit shumë. Publika dashur, jemi rikthyer në pjesën e fundit me mysafir me Albanin. Parlament të parë ka hapur një rubrikë të re për këngëtarët që vinë nga diaspora. Ata që do të promovohen e kanë derën e hapur në Parlament të parë. Rasti i parë është Albani që vjen nga Anglia. Alban? Ai faldjali? Po bën? Po mujt Alban? Çeta da mirë. Si pe kalon? Mirë, faleminderit. Si sa kohë në Angli? Në Angli jam që 19 vite. Sa ki vet krejt? I ri jam shumë. I ri? E zet e ki? Jo më shumë. Alban, të gona pak për jetën tonë në Angli. Në vitin 95. Më se profesorit me vite. Më sa si profesorit me vite se vitin 95 unë kam emigruar në Gjermani. 2 vite. Në për Hungaria, që është rruga me se jem të shkujt ashtu në ato. Po? Edhe kam nejt 2 vite në Gjermani, pastaj kam emigruar në Angli. Fillove me këndu në Angli? Jo. Jo? Unë kam fillu me këndu Sharkia din. Po që nuk e di Sharkia? Me modhe ka qenë Sharkia se sa unë me trof këtë. Folklor dhe më thonë fillimisht këndu? Kam fillu folklor, po e kemi pas grupin, kemi kënu në vërdasma. Shumë mirë. Sa që po ta tregoj një rast, kemi qenë i darë të mësuare i katje dhe para se me fillu, ullëm aty not, folklore, edhe unë e ke shullë aty dhe po ma bën një plak aty i shkonë, o djallë, ta që shumë një shpëzore. Ty? Po. Se nuk njafke? Nuk jo, në shashtëmi që jem pa me. Edhe pja bën njoni, jo si këj kënën, ta është me këta grupin. Edhe pas taj fillu me kënu, edhe pas taj pëmësira i plaku, ta ma zgati dorën, ta jo folje, ma zgati dorën, ta halollet ku. Bravo. Alban, e ke këndu një kongë për Gurbetin që sonte e promovon për herë të parë klipin në Prallë më të panë. Po. Kush ta ka bërë klipin? Klipin e këmë po me muzikalin e Shqipërisë, Muzikal TV. Tekstin e këmë shkru vetë. Shumë bukur. Muzikën e ka bo i madhi Burim Krasniqi, se në e përshëndeti shumë. Gjithashtu edhe ne Burimin e përshëndesim. Edhe unë e gjitha herë i kënej Gurbetit, ma të edhe vetë që jam. Pse ma një në zemra. Po vjen në Kosovë me tu, po të me tu në Londër, shko, për cili veni e? Fush Kosovë. Fush Kosovë, po këtë ja një më dhanë zemra për Gurbetit, hajde no, kur të u shkëtheu Fush Kosovë, këto është, s'ka ikë, ko që më në Londër, o me ta rrëth, që plakë që, më me të nëmë. Burim! I forti. Faleminderit shumë, Burim, na s'po të munoj ma shumë me pyetje, po bashkë me publikun për shikojmë klipin e ju që keni bërë, që për herë të parë sonte e promovon në Prallë më të panë, apo? Gurbeti? Jo, nuk është, klipi është që 6 mujtë. Unë po thonë për herë të parë Prallë më të panë? Po, më falë. Nuk po thonë që kure ke shu. Ashtë. A shikojmë bashkë? E shikojmë. Hajde, shikojmë. Me lejo të përshëndes publikun. Nuk ki nevoj, se unë e përshëndes. Përshëndet i njëri. Urnon? E përshëndes publikun shumë nga zemra. Publikun nga dhe donin që ta ka arpi Zvicrës, donë, vim Roma. E përshëndes drita Muslimit. Gjithashtu? Të madhin Rahmanin. Ju mi madhin Rahmanin 1 metër gjysë, qysh? Ne do kiti për rahan. Atëre, i kreu djali përshëndetjet, shkojna me klipin për Gurbetin, për Londrës në Kosovë. Djali, në Prallë të panë. Faleminderit. Ka në ardi Ungarisa, hajt kanë tyja, qa u bo mëre, sot mirë. Si jeni, hajni mirë, hajni lodhë,
Pimperim. Bravo, me shumë pi bën kështu. Me qidora me sto? Okej, thash mos me këto. Se s'mune se është jamja. Bravo. Këse, a di shka ka ndodh, a din këtu që dhe isha jo m'gon atë koncertin me DJ Protestën. Ishin ngon demonstrata. Demonstrata po dhe këtë di shka, mos më të pëlqyje mu që me thy krejt, a pëdin. Ajo është unë dhe isha me të pa shpisa, herë që më ka pëlqy shpia, ish duf me kall dhe i tash. Po nejse, që aty e ku më gjithë dashurin, po, e ku më gjithë fatin tem, o zot qëfar, jo fat, po i shkon si fat mire, shumë e madhe, shumë e mire, o zot. Nejse, pesho, di shka shkova aty në protestën e dytë. Qyshke ajo fartolovia, sa e mirë, adin unë kështu këna, shumë e fillit qa, adin unë kështë koncert që akum ditë, se e pash edhe këtë Sabri Fejzën me shkurt e Fejzullahun, thash, di shka që ata puknojnë, apëtin. Edhe, jo më shku aty, vish kur besho, një krejt ata bëshin me dur kështu, apëtin, kur besho një fargruje bëjke me kam. Thash, qa kam, mëre kjo, që po bën me kam? O, zot, para me ndo, jo ma fru, ka dale, kur përse kishin ka policia, e kishin këthi me grite poshtë, o, zot, ama ajo gruja, ajo qika më fakt më thonë se qik ish ka, nuk ish ka në vjetër, e kish pas një zot shumë të mële, adi që më ka pëlqy, kur ja u ka bo policia, unë shumë një mërë për ju thëmë, thash, wow, qëfar femne e qita, ma më fund femne në jetës tem, edhe më shku diçka të policia minimu, fap një shpull ma i një njëri, thash, ma mërë se palidhja avden, mos bëni dhun, fap edhe i tjetri, për pak kesh të vujt. Po i smujt, apet mu kesh, s'po moj, bë me vujt, qefi jamu me vujt, po s'muj, ka i qanet i kam në ranë, bashkën e qefe, kam andër e kam njëherë me kajt, mu knasë, mu s'fry, avden, o, zëtë sa mirë, edhe, shkova ati policet, a i fat një shublake, fat një, e s'dike mu nalë, kur më ranë me ndi shka korupcioni, thash korupcion, thash pare, nuk edhe di shka, s'di bre pëse s'po bojnë 50 mishe me një ven, se po myta tu majtë gjepat pare plot me ka 500 euro, tu po më shkoj nerva. Edhe fapja u dhash aty me dy policve ka 2000 euro, thash lëshane mëre kitë qikën se ku ka shumë e mirë, edhe lëshun ata qikën, kur sen nuk më ditë vishkun kanë arë një 2 veta, unë e kështë të full dikush poshtë, kur përshë vish një kam qikash, ishin kanë vlasnit asoj qikës, thash, wow, ata po fullin njim, e kjo, thash, shumë mëre njerës interesant, ko kanë këta qapu unë këtynev, edhe nuk kum ditë sen ajo qika, u qumë ka përqafë që i një mova, edhe ata vlasnit e saj me njerë, ti me orë me neve të shpijat e boba, ty të kalëtën? Edhe më kanë shtime një kërë, o zëtë farkeri, shlakataka, o zëtë, a din farkeri. Abdin që jëmë su me që ato të kuqin të amin ajtë që shkon shpejt, abdin. Bile e jepi shokve migra, se unë vetë pritoj migra 200. A i shoku s'priton, e kom një shok budala, i pshiu. Edhe, shkoj që në të më vetë që në ta, që kiti me motë e tune? A jo motra vetë kër ja u ka bu, më shë ngush një gjallin. Thash, qo bu mëre? O, sen s'kum ditë. Thash, fark në qësie e madhe kjo varpuna, abdin. Shumë interesant, unë a besën që unë për pak edhe unë jem kanë të shku me rënu, se kam pasosht Londrës, kam pasosht Dubai, kam pasosht krejt pasoshat. Po këtu në kusë vish fantazi, se kum ditë që unë e rrisha jashtë në për koncerte, pa lidhje, pare bol, hajtë vish knaqu, qa me bo aty? O zëtë, kër më kanë që, ati pi thëshin fshat, ata në katun, thanë. Tash, i thësha, a jena në fshat, a jena në katun, se mu ma përzejten. O, njoni tha, o, me tani ti jem fshat, edhe në katun 2 vjetë me i ven. Më shtinën që aty, kur jo mini sale konferencave japane. Po japane, si ishin konkret kështu rafsh me tokë. Edhe ishin unë që ata njerës, unë e kur për këshyri njerë thash kështë që e në Japan, si kur unë e falë që se pak ma trash, pak ma hall, edhe kur e kumë pa që atje një, o zot, i kish pas vetlat di qëtu. Edhe i shkun i lasht i shkon. Po më do këtë 7.000 vjetë, qa po ditë, ka pa lidhje. Edhe si jëm hija aty, shkun një 2 djemë atina t'ja kapën vetlat, t'ja lidhëm këtu se së më shike, a i mu pi vetlave. A mu stesën visja kësha shkerë kur kum hi mrena. A din? Edhe, nej, se ata tani u mrahatun edhe pianista i plaku me full diçka qa i lashti, se plaku o 60 vjetë. A i shkon i lash 200 vjetë, a më i shkon shumë simpatik, vë që shtoj, moj kë, se i mirë. Edhe aja ka njës me volë. Edhe ja ku njës me keshë, ne.
Ja kom nis me kesh, thash, qfar zoni, shumë interesant, thash, nashta po folja gjuhën e lash, ta bedin. Po ja nisën të ma përkëthy vesh mas veshi, se kënë redhë bura, shumë bura. Ata, kretu më këshin thirë mu, thanë, ti dush mu martu me qikën tonë. Thash, mu shumë të më pëlqy, abdin, vesh kur një krak, altijat një kanë qitë, ose të samir, altijat një kanë qitë, edhe rëshin qështu, a hinë plohnin ka tona, pse rëshin qështu krejt? Ha? Nështë ta ka plohna, nuk e divish, këtë më rallë shumë rëshin, edhe nejson e së mbike shumë e folja, ta folke her njo, aja bëj këti mos folë se qështu e me okolla, thëshin. Me okolla, nuk e disha, me okolla, hajt. Unë e superzisha, se dhe isha i ri, thash, hajt i ladet, folin knaqen. Edhe, ati që ish mas najs, katuni ish mas urban si në këtë botën. Hej, para menu, që shkem të ne, vish kur janë isën me rollit. E pështjellëshin, mëre, thash, wow, ku jem konune? E pështjellëshin, dhe mi u kaldu, ati pëse është urban? Ati shfar emni ka pos? Ajo themna, ko halo se ku jem më kanë martu. Ajo e ko emnin, Jazz Ide. Para menu, ide për jazz, ka, fantastik. Thash ku, se, unin, do me thonë, në Prishtinë, në London, nuk kum po asi kreativiteti, asi, o zot, a disa mirë. Edhe janë nisën me rollit, unë për të shatë që pianistin mu disponua ata heq. Edhe tunajt. Bëjshin lafë, unë për të shatë që pëm vesin mu diqka. Dej, kur e kum një apet ato të lashtin, që i lashti. Edhe merë zonë veshta, aja ke përvjel këmishën. Përvjel këmishën. Po më rethash, më falë o ti se ajo nuk pat këmish vesh mas pari, e pat një varë diçka pa lidhje. Aja ke përvjel këmishën ajo. O, pasha zotin përvjel, që i bjen mirë thash po, vish kur kam bu altijat, zhak që tu mi kanë qitë. Thash jo, se kum përvjel, thash që shdo një ju se. Edhe, unë e pata këtu ato të pështjellëtën temë, që kum pështjellë ka njerë, abden, e pata në gjepë pëndzeri, kur e ma kam pa që kum shti cigare në guj, splifin abden, ka dhe thonë një erdhë një zoq ati, që këj ka burë, se po pika duhën. Tash të unë të e pi, edhe tha, ma prënë një farë qeli barë. Qeli, dhe më ona i qeli e ka zbulu qatë pipin për me shti barin aty. Qeli barë, thash, wow, a peshe ku jem turnune. Po, zot, edhe ma prënë në qeli barin edhe thash, abdin, a pe pasitum, se nuk mbuj me pi vizë vetë, abdin. Edhe kure ka kapa ta krejt, e peshin dhe i zamerdhe rani mu e këshim pi. Edhe që shken kështë veç kur ja u poshtë sytë, kishin sy, unë me nësha që s'kanë sy, ata kishin e t'ja ka njës me kesh, e kesh, e që ata e mur vesh edhe kjo gjezidja, jeme, e mur vesh që ata e në trullova, vdin, e më ka qitë jashtë ta, din që kam pas më të vra, thash pëse mëre, thash që dhe që ma ke përvjel këmishën, thash punë nuk e di që është, ta, me përvjel këmishën, tha është fingi. Fingi, jo dhe shapet ma shumë po kuptoj me përvjel këmishën se fingi, qka është? O tha me përvjel këmishën është mu dashuru. Thash, okej, unë e di që më dashurua mu, pse me këmishë, shërët sa thash sa romantik, para më nuk i të Hollywoodi, kur dojnë me qitë një femën të fort, e veshin në këmishë të mashtë, thash që ku, qfar njerës të mirë, më rëtë zëtë, më knaqën, edhe ati qka ku më vendosë më martu me qikën. Pak me qef, pak pa qef, a më i thisha, i ku më thonë edhe babit, atë e marujna një kamp, ti marëm që ta në katonu, se po shkojune që atje. Se shumë mirë, atje ishtë fantazi sa mirë. Edhe jo marrë mi thirë krejt, qështu ndasëm që ka jeni. Kom pare po, dhe marrë një dasëm të madhet në stadion të Prishtinës, edhe knaqëm. Edhe s'kanë me të shumë, se gjysa e në shku në Hungari, ja po shkoj për bëjnë Budapest, vëq jo, qëtu në Kosovë, a venë në dasëm temë, si ku më martu me Gjeziden. Hajt, natër i mirë.
Jemi rikthyer në pjesën e fundit me prallë me Topan. Alban e pam klipin shumë i mirë, urime dhe sukses. Faleminderit. Alo? Jo. Si kalova sonte? U kënaqja sonte. Faleminderit shumë, na ke kënaqur me zonin tan. Faleminderit shumë. Atëherë sponsorin që kujdeset për aromë bukur, ka edhe për juve dhuratat. Përfaqësuesja Eja po, hajde Albona. Bon, faleminderit. Parfumeria o zhuvin ka një dhuratë për juve. Faleminderit. Albon muski kur gjë më thënë? Jo. Mirë, s'ka problem. Kan? Kur të hargjohet. Ah, po, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Elaborime se kjo orë prej Londra nuk do me të çu pa na knuni potpori. A na këndon? Gjithsesi. Faleminderit shumë. Ambasador. Turinëja si është pjesë e prodhimit të pan. Rita, faleminderit prej Shkupit. Me na dhon fjalën që kemë marrë prapë na këndu kaq bukur. Sigurisht që ko, patjetër, nëse do ta bëna klipin, promovimin do ta bëna këtu. Faleminderit shumë bashkë me Faleminderit. Rohen. Faleminderit shumë. Shkojna me një potpori e unë shikoj se dashur ju them juve natën e mirë. Faleminderit shumë që ishit sonte me neve. Shihemi javën tjetër në Prodhim të pan e diel ora 21 në First Channel. Ne do të kitje. Shkum. Kulli kam shumë të mirë
shoqe qa pas kërit nona Ma ka bilin o për dy kolona Ma ka bilin o për dy kolona Dimijat me pika Qërni shoqe dimijat me pika Erdhe sonte o bajrak nërqika Erdhe sonte o bajrak nërqika Dimijat të kuqe Qërni shoqe dimijat të kuqe Erdhe sonte o bajrak të nuse Erdhe sonte o bajrak të nuse Pjatë me the dhe një salat me stres Djeli nuk ka linde dhe pse është bërë mëngjes Drejtë në hëm me rena Hajnë tjetë e unë gina Shumë isha se si djerësite Mra unë vetë unë vrina Unë veç e lypi punën e puna sot më ik mu Pak malshojnë mjek rrëdhe pse më ti jam rru Edhe zi dritën bo hoteta shet se mos pi E din që ka kolor